Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi, jemi sot në fshatin Zojs, komuna e Prizrenit. Hajde do e pasqyrojmë dal nga dal sot këtë fshat, të shohim për çka njihet, si është mënyra jetesës e shumë çka tjetër. Në fillim duhet ta kemi një kujdes të shtuar për shkak se jemi në rrugën kryesore. Unë jam të e pa tashmë një banor, po afrohemi. Hajde kemi na tregu diçka për fshatin. Pse? Për çka njihet fshati? Ashtë fshati i banuar? Nuk i këtujt? Okej, na fal. Miru pofshim. Hajde po e vazhdojmë rrugë. Faleminderit. Pra, si që tregova, e kemi rrugën bukur të frekuentume. Po shpresoj, apo kalon ëndi? Se po të merr kush me veti e nuk e vrej derisa të përfundoj fshatin. Fshati ku je thot një kasht. Sa i vështirë, çfarë arushe. O zot ndor tonë. Gjatë gjithë kohës kemi kamion. Mendoj që në këtë fshat kanë bizneset e veta, më duhet me komentu infrastrukturën, shifeni rrugët, nuk janë të mirë mbajt, me ndoshta pse janë në rrugën kryesore përveç asfaltit. Trotuaret janë në gjendje jo të mirë, ka mbeturina, por po shkojmë ato fshatit. Edhe po shpresoj që kemi me pas gjëra të mira e të bukura çka me komentu sa i përket fshatit Zojs, me që edhe emrin e paska Zojski. Zëja. Po e bëjmë edhe një pjesë të shkurtër të komentimit, me që jemi në rrugë kryesore, jeni tu e pa edhe ju vetë dhe nuk kemi se çka me komentu përveç fushave edhe shtëpive. Po mendoj që ma poshtë është qendra e fshatit, ku çdo herë gjejmë banor, ashtu grumbullohen, edhe siç na tregoi ai zotria pra, na tha që shkoni mane i fshatit, po besoj që keni me gjetë banor. Kështu që nga këtu ne po shkeputemi, e më pastaj kthehemi. Një pjesë tjetër e bukur e këtij fshati, fshati Zojs. Se di pse po m'jepet me i thon fshati Zojs, Zojski. Por e rëndësishme është krejt në fillim ju kom njoftu se në cilin fshat jemi sot. Apo shkojmë tek rrugica? Hajde. Shifeni, po m'pëlqen pjesa e cila është shtruar tërësisht në kubza. Po kush e ka financu komuna? Po, s'ka ndaj pronor gjithë këtë rrugë prej xhepit vet. Ju lumt, është një pjesë më e bukur, ma shumë po m'pëlqen kjo pjesa knej se krejt në fillim. A thrasëm redikon edhe kjo pjesa shtëpit shumë të bukura i paskan. Po vazhdojmë drejt. I kemi ca ndërtime interesante, rruga vazhdon të jetë e shtruar në kubza, nuk e di deri ku është përfundimi i kësaj rruge, po shifeni se sa shtëpitë e bukura që ka në këtë fshat, çfarë burrit bukur paska. Ai ka dyrt hapën.
Atje, a jem të e pa dhe një zoj, më duhet, po më duket, do shta të vetë emri i fshatit, veç rri pak ma largë, unë të përshëndeti. Mire, mos e kapën nga mirë. Përshëndetje! A do një mësafir? Po thujën po bre, se shqiptare jam? Po vim pak me të ndihmu. Jam këgja e zelshme kështu në punimin e tokave. Am ke pa, a ne pse qkap me të thonë? Po ma dishe... Aftësim po ma njofshe. Veç po du me ju përshëndet, një 3 pyetje për fshatin edhe do ikum. Përshëndetje. Me kamera? Me kamirë. Jo, Se kamirën larg po e mbojmë. Që çto po lidhje dalë. largë nga ato. A jeni lodh? Pak. Apo ja u dëm punën? Po për na dënë, mos si po kem qef mi ba. A këtu në këtë fshat krit zoja jëna? Unë sa takova gjitha më folën, përshëndeten, nuk hezitun. Nuk e di tash. Do shta dhe emri mos i ka mbet fshatit zojz mbos t'juve. Mbos zoja. Se krit zoja punëtore. Se di, emnin fshati ka ma herët, unë tash ti ma vonë, një ma e vonë. Ke orë këtu ma vonë, që sa viti vinë këtë fshat? Jam 32 i baj tash. Mashallah nuk o kanë vonë, Po emnin e ka mati. Po e parandjenja e kanë ditë që kanë me murë zoja. A thu. Qysh po kalonin këtë fshat? Mirë. Si është jetesa? Po e mirë, qështu, si Qa po krejt. punëni, qa po bëni? Sen qështu ka pak mirë me bashkë, me shpi. Banorët, me qka mirë kështë në përgjithësi, qëfar veprimtarie, qëfar punë e bojnë? Kanë krejt punë private, ku shka me ndërtim me mirën me që si po. A ka familje që nuk i ka kushtet e mira në këtë fshat? Alas, me Nuk sa e e dion, jo. Se po i shumë, se Pa, cili për- shtepin ma të bukur se tjetëri. Nashta ka na jo, po kështu me thonë se jenë krejt varfën, jo. Jo, shumë Jo. mirë, ashtë kjo shtepia juve? Jo, Kjo ju. jo, kjo është e jemja. Edhe Këtu, se cila ma i bukur se e tjetëri. kunatit këtu, këta tagje si kemi. A dalon diçka ky fshat nga fshatrat tjera të kësaj komune? Për sjellje, për respekt, për jon përgjithësi. Njesh. Përgjithësi janë të mirë, tash ti sa më me ditë unë është qysh. Po. Po, Keni me- shoqëri, shoqë, shkoni të njëna kemi, tjetra? shoqe kemi, jemi. Jeni të shnushme, ama shumë po shkoni apo vinte ju? Shkojmë, vim, si këqyrëm këto sene. Kusht i ka renet? Qysh ti kemi rënë? Po, me zvetja martohni këtë mshat a ju? Po, në fshat, po. Se ka të ardhën për i tjera fshat. Nëse dinë me më tregu nga sa lagje është i përbërë fshati, sa lagje janë për afërsisht? Për afërsisht, ka valla shumë, ka shumë. Banor shtepi nuk e dim për afërsisht sa mundën me ko. 1000 ka të kalu me ama nuk e di, 1300-400 Po, mundet me pas. Nuk e di, tash më dhe në Gërbet sa banor nuk pa mu mi ditë sa i ka. Keni ju dike në Gurbet? Po, Apo i përshëndetëm? i përshëndeti Gërbet gjitë. Gjithë, ku do Të që mitë janë? edhe krejt, ku do që janë. Faleminderit për kohën, punë të Hajde, mbarë, na bën faleminderit. halal. Po sërt ka një kafe, ka një... Zoti ju dhosh bereqet, po Faleminderit. nxitoj me përfundu fshatin, ishte shumë kënaqësi, miru pafshim. Faleminderit. Faleminderit shumë. Çdo të mirë. Po më duket që do e kemi misionin ma të veçantë për epizodave të tjera nga se sot në këtë fshat po më presin vetëm zonjat. Faleminderit për zemërsisht, ne po vazhdojmë edhe një pjesë tjetër të kësaj rrugicë që na ka mbet. Nuk e di, e thash edhe ma herët se ku përfundon, por mbetet me u po, me që nuk e njohëm hiq fare fshatin. Në fakt, as emri nuk ja pas të ndëgju ma parë, por faleminderit gjithë atyre që nuk ngurojnë kujdes. Na shkruajnë paresht, hajde në këtë fshat e hajde në atë fshat, edhe na në bazë të lokacionit, po i gjejmë disi, po kemi ndonjëherë pengesa, por ja që po ja dalëm. Po më duket që nga këto përfundon kjo rrugica, po shkojmë me pak pomje nga fshati, e kalojmë në pjesën tjetër të këtij fshati. A dëni mësafir? A mundesh me ma sjell një gotë ujë? Faleminderit shumë. Zoja e tretë, ëh? Përshëndetje, si jeni? A je mirë? Faleminderit, veç ta jap durën. Faleminderit shumë. Si je? A je mirë?
Faleminderit shumë. Miru pofshim. Çdo të mirë. Po valla ko ke lodh. Edhe një banor jem të e pa që po e kosit borin, po e throsën, po nuk e di, do në ndëgjon. O ai zoti i shpis! Vesh largohu pak derisa ti tregoj që jemi me kamerë. Përshëndetje! A do një mësafir? Mirë si ju gjetëm, puna e mborë. Na falë nëse ju shqetësojmë edhe ju pengum, kam dalë shkurt për fshatin 3 pyetje edhe po ikom. Po edhe me në pyetje bon një 6, përshëndetje. Bon, sa do një pyetje? Si jeni? Mirë jem. A jeni ludh? Wallahi ju fort. Po e mbojshe... Unë në penzijim tash, shka ku më lodhë? Po e mbojshe për mrekulli. Ju mirat? Mirë, faleminderit. A më nerta? Që ka dal dalje? A do një mund që dhe ne kafe me pije ne uja? Zotë ju dhosh bereqet, nuk po ju morëm ku shumë. Jo që unë shoqë, aty ju qetë. Nuk po ju pengojmi ma shumë vesh... Ani se edhe po shojnë edhe ma mirë bili. Po thu, që do me po shu, hajde po shojna. Edhe unë pak jem lodh. O, ani Se mirë. me dova që fshati është i vogël, po më dojë Ja, bukur valla, i fshati malë o bolë. Fshati i përndryshe i bukur. I mirë, nuk oj kesh fshati. Sa është i banuar, është braktis fshati? Valla, gati për mi gjysa po. Po për mi gjysa. Po ka kanë shkuar e banuart? Kanë shku në botën e jashme, dhe s'pa kanë ku me shkua. Dhe në Amerikë. Dhe në Amerikë. Po, dhe në Sa Amerikë. është largë. Jo, valla. Fshati... Që ta thiri shoqen. Sadet! Po e Sadet? O, thuj hajde se të kanë rënë natë. Hajde për rehatohem, tani... Përshëndetje! Që dërëndinën që dhe ishe me Si po. je, Qed? Dorotina në Që bak. je, e mirë. Si jeni? Mirë ti e mirë, që po ka lë? Shumë jo. Mirë që Hajde ti. se po kam qenë Jeru pak me ka të shokë e Hajde. hajde ko. Qa është e trosha e Mojë, hodla, thash, të shok shtë. A, mirë, shta ka shalaj. Jo, më njerë ta. O, që ka dalë, po mbot shumë qefi që ja qëllova në një familje ka që të mirë dhe pozitiva. Super. Ju bënim të losh. Mi janë për to që në thojnë, shka ju në kjupë ko, A? natë kemi qume për nua. Po thua, pse ku je kom, që të kanë qufë fëmija me punu? Në gërbet më në jem penzitash. Bëni me a? Po. A, do më thonë ju nuk jeni banor gjithmonë këtë, po në levizje. Hera ne. Në cilin shtet jeni? Jem në Zvicër. Shtetin ma të po. Do ma i po që po, ma i bukur, ja, ka ma të mira, Kosova ma mira. Po, a? Po, alla. Ani ktheo tash për Jo krejt. që ju më këthujas për në shëja. Jo po të shëpo, unë nuk e di tash të qysh me të besu, a kime nejt për gjithmonë, a Ja, po, mi ja, ka ja. prapa. Ja, dhe du me shku të një për të mesat për A, po e gjithmonë. shenë se si e këthy pra. Me net prap nuk, mund më këthyje. Që kur keni ardhë? Sa jova, A, muja? që 2 muaj. 2 muaj. Që 2 muaj. Ju kanë betë dhe nejse, ju i keni ditë sa doni, po sa i keni planifiku kështë? Si kemi hiç në olne, gruja shko nesër në mas nesër. Po, E ta një apet këthejë mas se u bo kje ndarje kështë? A ta shkallë dhe në shoqë. A pas ta mjënguc kështë për qip. Qysh po kaloni? Valoj mirë bre. Jetë, para se me kalu të fshati, po kalojmë tek jeta e një mërgim E sa në pi një herë. Edhe një herë kështë po të plasëm si Si je e mirë? Mirë ti? Jo? Si jeni? Krejt rahat. Vjen mirë. Që po kaloni? Shumë mirë. U knaqem. Bashkë. Jo? Mirë, faleminderit. Apo knoshni me neve? Po shumë. Po janë televizor ku pjo shumë po për ditë. Se keni dëshirë me i po Unë e fshatrat. këqyri gati për çdo fshat. Cili është fshati më i bukur që të ka pëlqy? Valla më i bukur zojës. Ende, më i bukur, ende nuk është publiku, ne po thëmë për ata cilë janë publiku. Në shkozë Malishevës. Jo, si më konë. Doket më se një konë, të Dragobili është. Atje e kom vendinën, ajtë jem doket më i bukuri. Ja, nëse nuk ju më konë, të premtej që kom shku shumë shpejt. Me ta amin që jeni kompës di, ajo mi sigurt. Aso nëse me sigur se ofër 200 epizoda jenë publiku, kështë që... Krejt goti kom po Kretviq, aty se kom po, më doket që jeni konë dhe aty. Kështë... Të Dragobili, Malisheva, kuma, për ma gjare do atë rruga, të poshtë. Pasi ta përfundojmë këtë pjesë, shikojmë YouTube se nuk jemi sigurt. Jeta e një mërgjimtari, që sa viti jeni atje? Rrau gjysën e jetës. Ja 30 mira po. 35 atje, 35 këtu. Mashallah. E ta 70 që kom. Po,
Po, ja, e logarita. Amo nuk po dukesh për shtatë. Faleminderit shumë. Nuk po dukesh. Wallahi. Shoqër mirë jam. A i keni pas këto vite të vështira, normal, jesh me një shtet huj se mu ka bo goja veç fshat. Me kalzu me konë shtira ishëm këthyre. Sa mirë e ke. Shka me thonë, me konë shtira ishëm këthyre. Qëtë vetë edhe Zoja në nena, ka dërë ma mira. Zoja më tregon drejta. Po duhet me kalzu drejten? Po, në mërgjim mu më pëlqen. Më pëlqen, se është jeta ditysh ma e... që me thonë, Programume. ma programume është jeta. Edhe këtu është mirë o knaqësi, gjelbrin mirë, se ndër ka penat mirë tjenë, po atje është ma puna punë. Ma e... Ma në vi shkojnë gjona, po. Ma drejt. Ma drejt, po. Ma drejt shkojnë. Këtu... Shkojnë pak kështu lakohen. Me Pak- kthesa dhe rrugë. Ti kem ashtu me kthesa, thënë edhe truni ashtu po funksionon. Qashtu është, qashtu Ju është. pëlqen me orë shpesh në Kosovë? Më pëlqen. Mirë është, mirë. Atje? Çka po bëni? Po punoni diçka me çka mirëni? Po, kemi punu, mirëm pak me thmi, pak me nipa, me mesa, me... Qashtu me. Me tana, me tana, me tana. Kjo është puna ma e madhe që munden me bo gjyshërit. Une me mesa e marrë me nipa, e kom këqyrë, këtë thmijën e kom këqyrë. Djemve, vajza, kom knashësi që i kom rritë. Edhe hala kom knashësi kur ti përmendë nipat e mesat, jam e... Se i kom rritë. I kom deshtë, shumë i kom deshtë. Sa Po, Ne pas një gjyshe kështë si zoj, si shërit e beluli ka ke, e bardh. O kënaç ke? Po. Qashtu po më mirë, dukesh, po, ndoshta edhe kjo. qashtu diqysh. Mirë, mirë. Çka ju pëlqen mas shumë të në Kosovë, e veçanarisht të mshatin Zojz? Zojz. Zojz. Mirë është Zojzi, më pëlqen. Më pëlqen. Sa vite të karo, apo as një vit në këtë fshat, kur je martu? Apo direkt ke shku atë karo, a? Karo, pi luftës kemi shku atje. A, po. Pi luftës më karo, mu me najtë. 18 vite këtu. Pas ke vite Po, mjaftushëm. mjaftushme. Kujtime sa dush. Sa dush, njara në fush. Krejt, i kemi bohe, po lufta si soj. Për tiko në kondi qysh hajra, se nash të halojshën e për fusha. 90% po. Vesh po ja, o di përgjigjen. 90% këtu ish hala, po... Kja që shke më shkurt. Ky smeti, e keni pas të shkrume dhe çka të shkruhet është e ku. E koto është ajo, shatë shkruhet më bo, aja duhet më bo pa tjetër. Po inshallah vetëm gjonat mira na u shkruhen. Inshallah, gjonat mire, inshallah kanë shnetën, e jetën, nipa, mesa, vajza, krejt, inshallah, këtë Kosova, janë me shëndet e gjithat mirët. Se kemi përjetu një të merë, kemi përjetu një luft, mershme kemi përjetu, vetë kom përjetu atë luft. Mos u harrofshin ato ditë. Inshallah, s'harrohen ato ditë. Tash ju si mërgjimtar, Inshallah, tash bëhet mirë. inshallah, Tash, po inshallah, bëhet shpresoj. mirë. Po po Inshallah. vini si mërgjimtar, që shpo ju presin, kosherinjet, të Mirë. afërmit. Mirë, presim. Apo vreni na ndryshim kështu? Pak Ka po, pak. ka pak po. Edhe ne po e vreni ndryshim të ju. Pak është një, Veç pedel. Po. Se po keshët. është pak një farë largimi, është pak një farë... Është jeta ma dinamike dhe se cili ma, po, se cili ngarkun për Tash vetë. ti, Me pasar para 30 vjetë, që tu një 50 fëmijë do këshën nga rrugë, largo manena, ik manena, mës nga pengohet, që këshurë tash, veç mund që të më gjithë kjetë mrena, unë e më në kjetë mrena, kjetë del jashtë. Besone nuk e dia s'ka po i gjej këta njerës, kur hynë në fshat, a di çfarë atmosfere për tokë, tham ja, dorën tin ka dëm jam syti. Nuk e di zoti mi qetë njerëzit, që shinëzjerë, që ditë na me vetën. po tash ti, edhe nesër kismet kemi me lëtue, tash po duhet me rregullu shtëpinë, po duhet me bo. Milion do gjona Do kështu. gjona mi bo gati, Po, mi po, po. përgadit do shinës, do të shtu. Keni punë mjaftueshëm. Mjaftueshme ka punë. Virës vini prap. Pra, po, kismet, po, krejt. E Me tash, thminje, me nuse, po. me nipa, me krejt. Nesër ju keni me... Nesër plakin e lo këtu, Po, pse?
Pse pikë pyetja, pse ti po shkon para plakut? Se unë po shkoj para plakut se ky don edhe pak me rregullua burrin, mindre që edhe pak shkalonin e gabim, ky mi përmisu tani. Domethënë ju I keni përfundu me kohë punë të juve. Është tjetra, unë në aeroplan s'muj me hyp. Me autobus kemi shku. Me autobus ka me shku. Po më fletërim, kjo me autobus. Unë me autobus e ky fletore me aeroplan. A tuteta. Tutet valla në aeroplan heci. As me ty? Ma njëherë numërt veta hyp ndohet mo. Hyp. Se më rashtë. S'ma dëm shpirt. Kemi autonja 2-3 ditë mira. Nërësia nuk Me ma dëm. autobus, që ashtë diçka një 2 ditë mira, po. Nesër mëngjes, teri mas nesër do të cernë kësmet, njëra 8:30 shto. Inshallah shnash. Me që jeni mërgjimtar, jo personalisht familja juve keni kontribu, keni investu diçka për fshatin? Valla gati që për fshatin po, për veti, veç tokra kemi ble, kemi lanë që shtu. A një pak tuka? Kur do në shet? Ko që jem tërë, dhe na me shit, kur e kemi ble ka bën parë, tash nuk bën parë, që të një problemi. Kur e kemi ble ka bën parë, dhe atje kur e kemi shit, edhe këtu ka bën, tash as këtu as atje nuk bën parë. Se janë largua. E atje në Gjermani, në Zvicër, jeni në banesa shpi? Banes, do në përbër shpia, djole që ka kanë ble shpia, kanë marru në banesja me këto, hala me. Mëni me nejtë aty mbyllëm, a keni diku ku me dollë? Ja, ku me dollë ma shumë si këtu. Ku me ndojnë në I park shtë para banesës po? Porka, valla, hala ma shumë si këtu, porka. Jo, këto mungojnë shumë. Linja jo, neva atjes në mëngojnë heq. Edhe flinja qitë një. Oua, knoqën të qitë. Apo që ditën ata Zvicërant, qka është ky specialitet? Sa të mira pa thojnë kur pihoj. Filloja bën një me pare. Qesim një madhe ka qefa jo me qitë kësi specialitetet Kosovës. Piktujt I kemi që saqët. Nesër ku më janë gruas me autobus, se në balans palojt. Sa mirë. Unë po thëmë filloja bën një me pare, si duket aty në interesant, kështë edhe fitën diçka. Po, ka bo një farë marrveshje diçka me qitë të baklava do asi, po hala një herë nuk je ka. Edhe me baklova që ndron mira, ja u ki dorën, a? Po, jo, nusja. Nusja. Po, Po do me jalo me rritat nuses. pak ma... Do me ngrit nusën, kjull. Pak, po. Sa mirë, me thonë une, po res. Jo, është ashtu ma. është, qasi sot, zoja është. Po, gjëna mja hup shka ka, po. Qka nuk ju pëlqen në fshat? Diçka që kam bet pezull e mangët, që nuk ka diçka në fshat. Mangët mund ka met pe luftës. Do me thonë këtë teritor nuk e du hiq. Se ka pas shkije bëllë. Kam bet ashtë në fiksim. E kom Më tregu që keni hek shumë? Po. Tash më ka met se kur Po bi. ky vend I ftoft këtu. Qytetin e du pak ma shumë. E kom. Këtë Pikdoft e kom. Edhe atje në Zvicër jetojnë qytet. Shumë mirë, ja pas ke plotsu dëshirën, para më me pas shumë fshat, me ti kishit. Unë që se pitu honin, unë pengon ma shumë që thonë në shatë, nuk ka gjenë të shërrinë për oda në presene. Vlavi në thitë, hajde shkojnë në kafe, pina një kafe. Hajde dolem, dikon, bu nuk I për një kafe shkojnë në prezeren. Në shpe? Rinë shpetone, ki jaborin unë gjërëshlirë, salojnë unë gjërëshlirë. Ani që si thoi notë, po me nejtë pak në antonin shlirë, yrësh në kafe. Shumë mirë je ka e thu se me hapin e këtyne lokaleve të shumëta, hajde më po dolëm që atje shpejt. Hajde po dolëm. Shpime ne zguzojnë shumica, jo, po 90% dohen me pinë shpe, e në kafe aty i kanë Salamadi. Salamadi. Për një kafe rrinë për nuk I gjithë ditën e lume 50 cent, për dëhon ujnja që në pa para. Me që I përmendet çmimet, ç'është po ju duken çmimet në Kosovë edhe apo na tregon a dallojnë shumë nga Zvicra? Tregoj nga Zvicra. Që ke ujë, si në Zvicrë se këtu I ka 12 kota. Atje o ma lirë për një frangë, për një euro thuj. 1 euro, po e kuptoj. Kompleti, 1 euro ma lirë. Ose që tu atje o shemë 12 euro, këtu 15 euro. Çdo sen këtu që... 3 euro... 1 euro 2 gotin çdo sen lunë. Veç këtu kemi të keqe bukën e përbuzëm shumë. Çfarë kuptimi e përbuzëm? Një e gjuin, e dyta se vlerësojnë bukën hiq. Edhe thojnë shtrejt buka 50 cent,
një kil buk, edhe njerë gjysë nuk unë një kil buk shtrajt, se këshin gjujt. Që sot ke bërlogin me morë, copat bukës në për bërlogën dole dhe në shytore, gjujnë. Qa e okej që këtë sëmë përqenë. O, se nuk e hojnë të ftoftit. Le që hojnë ftoftën, po jetë një kashorë ose runë frigider, ose pështjellë me letër e lënë dikun, pa handorë ka në nesër ta, e këtu jo. Tu bukën sa ba gatun, shko që tash në furë, pisa boje që gatu buka, e gjonë për thosë është një ose për gjonë, ose për qena, për me thosë që se në lirë. Që kesëm për që mukë të na. Shumë e vend, po pajtu plotësisht. Ati është pak ma e, pak është jeta pak ma e shtrejt, edhe duhet pak kujdes me pas, si ka buka, si ka gjithë shkaj, duhet me pas kujdes, se për bësh me mundi. Me mundi një ty e bërë qatë kashorën që për bësh. E gjëna është me përbuz. Se që ta kemi pas apet për përsëriti në kotë luftë, se kemi lypë një gjithë kafshore me hangër, e që ta është i me gjuë, është gjëna me gjuë. Ore në luft me bubreca, e hajshëm ja hekshëm bubrecat. Qëtë nuk do këtoze, për ma toze ato në lënë. Apo bajat. Ose gjunë, ose qka i bënë. Apo na Hajde që këmoj, hajde. Apo na besoni, apo thoni qësh po mundet me jetu në Kosovë me këto çmime. Gjore, A ju sillet na herë kështu në kry? çmimet këtu janë shumë shtrejt. Me rrogat që i kemi. Janë shumë ulta rrogat janë këtu. Une për që ditë në ka njëherë kur të shkoj me bli, kur t'i shoh do gradë, do plaka se dhe asi, shpesh herë di jap njerë nuk o kur gjë mi, dhe ne është kur një kafshore buk me bli, që ka thënë se mësë me mit pa hangë. Për qef diçka Për pagun. qef diçka. Po që i kanë ata që s'kanë me bli, la që s'kanë me bli. Shë me bli me një qëndera, me bli një këpullca, me bli me hangëra, me bli. Mos t'hym tani ka Mos rryma, t'hyma, ka nina, ujësill, ka- se... Ka uji, ka rryma, ka bërlogi, ka gjdo sendi që duhet me hangër, ushqim, gjdo sendi që duhet me bish. Qa me bëmë që? Rryma, 20 drita i kollë në bërë, dhe shtret rryma. Atje një dritë, nuk i kollën shumë drita, s'ko kërkon, se kur këtu që i kollën kreta borin me drita, me... Po kim qefna me bo parojs. Jo, Tani bre s'duhet neve, me kajt, bre. neve nxemjet qendrore që po i kem, ato po na kushtojnë shumë, po edhe qysh po do të mundzi, unë s'muj me shti shpëretin në banes. Qysh do me shti shpëretin? Stufen. Jo, nuk është për me shtijën në banis shpëritin, po është pyetja që shumë zëjnë, shumë pe keq përdorin rrymë. Normal që vjen shtrajt rrymë tani. Pa tjetër, duhet me ditë qysh me përdor. Duhet me ditë. Na atje që tha ky, burri jam tha me na rrina me dritë televizorit atje. Jo me tjetër, me dritë televizorit rrina është. Problemi që e keq përdorin shumë. Për shka mirëshuar gjithë ato drita ty konë një kalla, një dritë. Sa më po, Sa më po, ka e. shku. Ka jetu shkuë. Se me bëhë gjithë atë argjim, mos u anë ku tani me thanë rrima shtajtë. Edhe se cili është shpinë matë molla se tjetri, ato dojnë Ajo prit... dojnë më furnizu me nxemje, me gjithë shka duhet më konë okej Tani ajo. po është përgatitja ushqimit, e hekurosja, e bëjleri, ato tjera. Thot, thash ato krejt ku duhet, kushtet e shtëpisë çka duhet. Apo i përshëndetëm fëmin që i keni jashtë, edhe po e përmbyllom me këtë super muhabet edhe super nej. I përshëndetëm kret bananë. Kretë me prej matë mollët e deri te ma i vogli. I përshëndes njona krejt fëmijën që i kom atje i du shumë i du. Edhe ne i Krejt përshëndesim. fëmijën i du njona shumë. Nonën e paskit, Se njona në mëngjes nisna, kismet. Vini, krejt më pritni. buqetin me lule nonës aty, sa vetë nonët. E babes, O, bësa? Vesh ta presin mirë. babes, a mujtë me kusit barin? E shojnë. Ju kërkoj ndjes djemve se unë e kam penalizu nga puna, po tash e përfundon. Falem e nes. Arrit me përfundon. Unë ju dëshiroj Faleminderit që keni ardhur një vizitë më na bë. Kom kënaqësi të madhe që jeni kaq mrekullueshëm, kaq të mirë. shumë, edhe unë kam kënaqësi shumë të madhe me u ndodh në një familje si. Faleminderit, shumë faleminderit. Shri për në traktor. Jo për tash i pilojnë diqysh si në arkiv, si... Që kem Po thot aty e i kia... vlave të më po i kokosat.
Zdish me frezerat. A kina i sen kështë me punua? Që kina i sen? Unë s'kum gjesh masinën e barit ndash të gasit. Qëton. Pe morrëm pak, po ta përfundojmë as edhe ja u mora kuën. Faleminderit shumë, Zoti ju dhosh bereqet. Ishte mirë nga këtu. Mirë gjithë. Amin, Gjithë inshallah. Merri me viti. Ne po punojmë. Ani. Tani, hajtë tash ti merre macinën e Jo se barit. mojë për bot. Jo zbon. Zbona, qa ka kje politikon je, po thot zbon, ta po do me mështine. Hajde për në marë. Pas me një fshat një shumë kështu si makinë, më thonë devize, ulla e vetë këtë. Edhe kje A me po kupton? kje hec, po ti se mojsh e mirë tonë se kje hec vetë, valla. Që ta shumë shemu ku të hec Nështë ta kushton, po, një ma. Faleminderit punë të mbarë, miru pofshim. Ditën e mirë, Miru faleminderit pofshim, shumë. rruga e Shumë mbarë, faleminderit juve, faleminderit shumë. Çdo të mirë. Kon? Po, hajde. E falenderojmë këtë super familje që na priti kaq mirë, po kaq njerëz dashtëm që ishin. Jemi knoqë. Tash jem të e pa edhe një tjetër banor i cili është në fushë dhe po mbjell diçka. Ka e ka hyrjen me shku me përshëndet, me ndihmu diçka. Përshëndetje! A ka bojrëm? Bojrëm. Faleminderit, po sa njerëz mi këprica në këtë fshat. Jo lumtë. Po në Prizrenin e bukur ndodhemi. Mos po mdel në i gjarpen! A? Unë jam dorun tina! A dina e qika që ju hine për shpia njerëzve? A pe din, qajo jem? Veç qka, po m'vje keq që nuk gjitha në shpi. Katuni jem. Katuni jem. Po, si jeni ndërum, a jeni lodh? Mirë. Që Po më shkojt lodh, jo. puna, qa po bëni? Ka pak. Hajde shkojmë edhe flasëm edhe Hekum punu. pak që ka pak boshte. Hajde hekum, hajde. Që shini t'ja e mirë. Hajde, se s'po du me ta marrë kohen Jo, edhe me jo. t'jon pa punu. Edhe punojmë bashkë edhe E bisedojmë. zam punën apet. Ja, nuk bën, po të ndihmojmë pak. Boj për gjon që të pak Qa po kalamës. mbjell këtu kalamata? Për shtalba, kalamës të bardha. Ti Që atje shkon dhe koha për ti. dhe hudra, dhe ki, po më kanë mush bari, po duhet me ik me dorë. Ki pun ball, dalin pak Kush që dhe aty. me punu pak ka që aty. punë, kush dhe, aty jam me para, pa para, tani s'dijet. Sa po punu tu kanë këtë fshat. Valla, shumë pak. Hajde ku mbete, tu folë dhe vazhdojmë. Se, ja, ty punu këtë s'mësh me ik bari, se bari është i ka mujt pak. Po qysh nuk mundem, Ja, se ja, kam ja, problem. kjo duhet me ik bari, Ani po bari o bisedojmë një problem. herë, tani pak të ndihmojmë edhe Ja, i më thëmë një më se, Po të vje keq, që të pak speca, pak kompira, dhe baston sa për vitis. Apo pohen, Bon, se tu ka shpillura. ja, to ka mirë, por njerës ka. E nija në ka ikë. Do më thonë, këto i mbjellni gjitha Që- sa për nevoja familje. 5 vllazni jem, veç unë jem që atje kajtë të jenë gërbe. Kitë ka ndolë. Të një ishëm nga ka prit ekstrem Po, mirë. ki ka me shku. Ka me shku, po e nëzënëm. A e keni nëzëm pensioner ka Po, orë. po, na e nëzënëm. Ama Shto me ke- mujtë me nëzënë gjë. Gjitha shtëpia vjen pa të banume. Se, që ka Se- ndodhë me fatin e fshatit? Cila Jo është arsye fshati, që po është po kaj si braktisë? kajtë rinia. Sigurime, jo, do sene pak politikonat për na mashtrojnë jo kështu jo konë dhe Po, detyrohen me pa tjetër një zgjidhje me bo, se cili? standartet i nërtë më dhoj, rinia mu nuk mund me jetu
Sikur për para. Feks, që shkan jetu baballarët. Me gjithë sandale. Tash dojnë ma moderne, dojnë më shetit, nuk janë aja. Po përderisa nuk të ofrohen kushtet nga shteti ku je, Kushtet na qërim i arë me Duhet- standardet e Evropës, se kushtet më të mira, kur si kemi pas. Për në Kosovë më fjalla. Se mirë po me standardet e Evropës nësë në pinzam, eri një pa ko që më shetit, ka arë tjetër ku. Tash ti nuk është e ku. tash, po, nuk ka rini që dalin e për ora Jo, musha jemi jem 50 vjeç. Musha jemi jem. Në për ora. Qa po ndodh me fatin e fshatrave? Ku gjë, sigur gjithë, dikuar në ashtë i bjen me në këthejhen. Sa të ka. Po, qëfar jetë po bëhet në këtë fshat? Jeta mirë, nuk oke, se kem edhe gërbet, edhe ka pak këtu. Pa bëhet njeri diqysh i dare, mirë po nuk është. Rafërsisht, Nuk është që duhet më punu Kosova. Unë e bëham, edhe i kom thonë, dhe të meve, se dy më kanë i gërbet, dy kom këtu. Me zanate, me ujna, me keramika. Mirë po nuk është aja nasia për pashme. Ora ka, po nuk ka dashni. pse s'ka dashni, pse u zbe? Se Qa ka mendon? hini vazh gjelëzie, jo ky, unë kërë matë mirë, ky matë mirë. Ata të gërbetit, a i morën me qëra, nuk e di, kur të vinë këta june, këtu jo. Na shin fitilin. Po, këta bicikl të në blenë, edhe tani. Unë i kom te kajnë përgjësi, o që ashtu, edhe Po rinia. silën zinxhir, kështu që Pensionerat atje i morën pensionin. Këtu shteti pju jepën, s'di pse ju jep, që ta unë s'kisha pranu mi jo dha. A një pse i kom laznit. Qatë pjesë ma mirë me ta shtu pak ty ati tjetër. Pensionera tuhet. Që në 50 euro, ata kanë kontribu mirë pa 2 pensione, e këta këtu heq. Edhe tani shumica ikin, që amen e to. Ju Ti jeni, s'di sa qëfar generate e, se kim rrinja të. I kanë rritëmijën që shkën mujtë, tash nuk kom muaj standard. Tash për një thmi, veç e di shti ma mirë se unë i e femen, pampersat kushtuit. Se i kom dëmesa, i kom pishë. Pishë shka pa duhe E standardet. vërtit, e vërtit. A njeni me gjithë banur të fshatit? Po, se nuk kom fshati ma. Ju jeni vendali apo tordhëm, se kishte jem tordhëm? të ardhen për një fshatit Shkoz, komunës Malishevës. Mirë, po, këtu e në të ardhen shkret gati. Na i kemi pas edhe serb. Mirë, po edhe serb nuk janë venali. Se as vorrezat të si kanë tjera fshatra. Ata ka nikë, që nga pas lufta. Kanë ik ata, sistemi koha e bët vetën. S'ka pas të ardhme mo këtë. Ja, s'kan lën ven ashta. Jo nashta po s'kan lën. Po, ata nashta vetë dikush ka desht me nejtë, po rrathonat që ja i lejojnë. Apo mujnë dikon çdo fshat gati. Ani deshtës deshti kështi me bo dhunë ndaj neve. Na kemi ikë për Shqipëri, kemi ikë anena. Kem një dëshmorë, 4 civil vranë. Zdia ki patje për me ndohen fshat në Endës qendër. kemi arrit. Në qendër. Jo, endës kemi fshat arrit atje. atje. Shkolla atje, xhamien e kem, qëto i kem. Po jem të ardhur për shumë fshatra. Muj me thonë ja 10 fshatra. Përveç demeve në njerëz. A dyshim edhe shtëpit i keni pas rafsh me Të toka. shpia në ko rafsh. Se po më interesën, Ja, kesh ka të Po. ishe shpia të reja, dirë maru mas luftë. po, do më thonë gjithë keni ndërtu shtëpia të reja. Gjithë me falë zotit edhe kemi pas ka pak gërbet. Edhe pak, na, edhe Apo vazhdon me rgota, kështu me ju ndihmu? nargata. Një më se, ta shtë djemë të një kom jashtë, ata që tu Po, bes pak diçka. më njohën, vla. Më një mojnë mirë, po nuk kom maj sistemi për pashë. Ja, s'ka. Ka he gërbetgjia, ka shku atje, ka nejtë vetë. Pa, E ka provu. pa gru, pa thmi, tu ka pru pare. Për me, ta shtë nuk kom maj, shkon jetën atje, bon kushtet e vina, jetesën e mirë. Me familje, me obligimet veta. Krejt, goti krejt atje. 80% atje. Shkollën e kishit, kështu më tregun. Shkollën e kem. Deni sa është numri për afërsisht i nxënësave? Allah nuk e di. Tash se ja reduktu shumë, po nuk jam i Sakt saktë. nuk e din. 250 i kemi pas ku i mi nda prej fshatit Piran, mas lufte. Mu tash nuk e di. Se a një konë bashkë me Pironën na. Piranën na ka Servica ult, Zozi, Rëdëmbrava, Krushja Vogël, edhe këtu i thoi një fshat Kolibare, këta i në konë Piran aty. Landovica. Tash ti, se që li kanë bërë shkollat e veta, filloret. Dhe Pirana e ka të veta. Tash edhe një pyetje ka bujqësia. Po e Po, ki çka? ndonjë ndi?
Ndihmi kem që të pak Subvencione subvencionet grunit edhe të misrit, që aty i morëm, ka 2-3 hektar, sa të mjellë ish aty është. Mirë, pa e mirë është pasi diçka ma mje hitë se pak se hiq. Fiks, e vërtit. E për këtë tjera s'ka shke, kuj kemi pas shtallën e lep, edhe për lep kemi marrë ka pak. S'ka edhe shteti ma tepër. Mu më vjetë që di, kur thojnë, s'pon animal, po s'ka ma tepër. Viqa ta pak, më mënu mas me vjellë. Hoptas për thonë më të. Po, hoptas Po, të rritoj. ja, e di se, ma pak. Edhe pas të rritë rogat e veta shumë, ka pak në të menujnë atë për fukarat. Shumë e vend. Me që i përmendem pjesën e dvorfëve, ka në këtë fshat familje që Jo, janë në kushtet Jo, skajshme? se dikush e ka çdo kush dikon jashtë, Ka ka pak jo biznese, ndihmuj. po. Do këtë vetëm një shtëpi e kemi pas që ka ndihmu, dhe mo kjo, që pjo marrojnë shtëpijat, s'kemi pas të të nafë, shatë jo nuk ka pas, se ka pas gërbexhi ma shumë, edhe gërbexhia kanë mrejnja tonë. Dora mërgjimtare, Po, normal, ku do ka as prek, gotën. po dihet. E çdo hera ka, po, a ke që penshojnë rinia krejt. Unë e di për një jetë më të mirë në të shku. Mirë për në luft, gjeneratat tona na kanë rej, na kanë maltretu, as kemi ikë. Keni qëndru stoik? Mi bili në ka ardhë që di, dhe tash të kur njerëzit thojnë, tash për kushte më të mira, pa i keni jo për, për tash me lanë kaj të shpia 80% gati 70 janë pa banume. Që unë 5 vllazën jem, 4 janë, Veç jo këtë. veç janë këtu. Tash edhe 2 janë mekanik, edhe i kënë gjithë. Çdo jeta po shkon, pak që aty, pak që nuk atje. ka, po pse me lanë, mirë, po tash të mu marrë vetëm me bujqësi, nuk mund m'ja dalë. Dikush unë pinin televizor, thojnë, unë e pa më rrinjë, unë pa bëjnë. Nuk mundesh. Mund një firmash që ka qelë firmë madhe, i ka më rrinjë për jashtit, një herë e ka bo bazën këtu, edhe mirë, po pak firmashat e mëdhaj, unë nuk jom i knaqen me ata të maj. Këtë firmat, marketet, i maltretojnë punëtor. E pa thojnë edhe ka punë. Me 300 euro, 200, ku mund m'ja dalë një i ri, kur bon fëmijë, ku bon. Pampersat shkojnë qaqe. Nuk ka, aja nuk mujnë. Nuk mundën. Edhe një pyetje për fund, Sa po të shumë e dush, pyetje. sa dush. A kur t'i gjojnë njerëz të putë. Jo, sa dush, po na pse a kemi. Feks. Ata cilët e kanë braktis fshatin, qa me ndonjë një ditë a kanë me u kthy? Disa prej tyne. Unë dëshirë kam më këthy. Për shembull po nisen prej djemve Jo tjumë. dëshirë kam, po nuk mujnë më këthy. Se që ata 3, ku të rritën, shkollohen, e mësojnë nëse në Gjermani, gjuhën Gjermane, a i bënë gjusë Gjermani. Bona ki edhe martohet Tani atje. fëmija, Ma shkolla. martohet jetë edhe, ma s'munët më këthy, zërë është më këthy. Veç, inshallah, mush zotin menen edhe vi. Inshallah, Po inshallah jo, po bëhet mirë. Kunsat, unë i kom njipin, mesat, vinë, shtip gjysën Gjermani që e kram, krum. Son shtë dhe aja. Bash kram Kom qef më këty, po s'kthejen me këto kushte me herë. Nuk bom shumë në herë. E vërtet. Unë vetëm kushtet më të mira i kem, së kur që i kemi pas, po me krahasu me Evropian nuk i jem na. Edhe s'muj më bon Zvicër e Gjermani. Ja, do të Ato- shkollët. Më bo si ata. Nuk mujmë, s'kem kapacitet. E vërtet. Fabrika s'ki, përëdhem s'ki, shull Shqip, nuk ki përëdhem. Nuk unë kje vish, jenë mu shqitore rrugë, vish merë shqit vlej. Do të me prodhu? Më prodhu me shqit, me qit jashtë. Jo ti, Qarkullim? jo merë për Evropës e bjerë këtu shqit shtrajt. Hajde noftin se kem do senem, i po që të senet e... Inshallah në një më zotë, edhe pa krahi, edhe... Unë dëshiroj një virë bereqetshme. Jo, në menova në mesa, në kush këta... Po që edhe në si mes? Jo, plët, e di që, mike orë vlavit pja kosida, borin edhe... Apo, ishte shumë kënaqësi që u takuam. Faleminderit Ja, për s'ka kohën. Na bën S'ka halal, gjë. se ja u kemi marrë pa Jo, kohën. ma jo, Edhe ma jo, i ma hong- një pushim a keni ndërë. Edhe i hongra fjalët e mia nuk ju ndihmova hiç. Ja, s'më i pak ja, pa e ndihmu. hek pak bori. Së është punë për me ndimu aty, se do është pak e problematike. Me hek bori, qërë me dorë, ja, dush, mi bo të dhejtë. Ata thojt bardh si bora. Ja, po nuk s'ka bo. problem se unë nuk e kam ashtu. Nëse dëni që aty unë i qërshia pjekne, me hongër qërshia. Po që sajmë të vip. Eh. Pam, dolën qërshijat. O, e sheni që tu, që kretë të pëmë binë gjysa në tukë, s'ka kush i hanë. Ku të Po vinë do të marr më shpesh derisa të harxhohen. Një valë ku të vinë, hanë kusht munët, ma shkurt. Tash miqtë e mi, veç mundi me pa të hongër qërshia.
I përshëndes ata tjerë, gjithë. I përshëndesëm gjithëve, na? Faleminderit shumë. Ti kur gjoha? Gjepa, mi shtin gjepa së mëj. Ja, unë di gjepat e tu se ja kom të pru. Do t'mi pastru mëre? Kuku qa pëlle vezë kam. O, me gjithë në i kjesë. Hajtë, të i qërë shefe, të i qërë. Hajtë, më së ljë, dhamon. Shefe, se si na presim familjet shqiptare. Po i qojmë, jo më qëfar zyre, në shpetem, në zyre, se po ma din vërt ata të zyres. Po i qojmë në shpe, po të hojmë qërshia. E kemi edhe një pjesë të fshatit, po nëzitojmë për shkak se reshjet e im tashiu veç kanë fillu, edhe nuk po du me ndërpri. Me të vërtet u knaqem në këtë fshat të qetë, por me njerëz shumë të mirë dashtëm. Mi këprit sa i potë edhe vetë, kështu që po shkeputemi edhe pak, edhe kthehemi në pjesën e fundit, po e them, të fshatit. Jemi në një pjesë tjetër të fshatit. Prapa mi po i lem ca shtëpit e bukura. Para e kemi autolarjen 24/7, 24 orë. Marketi kop me autolarjen. Duket fshati i zhvilluar. Nuk është tipik fshat, si e them, por që është fshat shumë i bukur. Do thot i ka shumë elemente bazike janë brenda fshatit. Përveç kësaj njerëzit ishin fantastik, nuk po e kam një kamerë me ja u tregu ondi në çfarë gjendje është tashmë si babadimer, xhepat dojnë ju prish. Domethënë aq shumë na kanë mbush me sen e pije pa kafe, sa që nuk e keni ide, njerëzit ishin shumë i krica, shumë dashtëm. Respekt për gjithë banorët e fshatit Zojz. Ju kërkoj ndjesë nëse nuk po e shqiptoj, se po e harroj kështu nga një herë. Herë zoj. Por gjithsesi fshati, ja, jeni të i po vetë, se sa të respektuam e dashtëm që janë. Faleminderit për zemërsisht. E kemi një tjetër pjesë të bukur nga këtu, po e shoh minaren e xhamis, gjë që jemi drejt xhamis dhe shumë afër objektit. Pulat sa të mira. Këto janë pulat e Petritit. Para mendoj me kom për një me pronore me emrin Petrit. Kështu, nga njerë kur i lëshoj do fjallë najrë, më të vërtet ja qëlloj, por që më kam betë nga betarja. Pamja e bukur, autobusin, po e shohëm në fakt është mamusha, por që në këtë autobus mundën me hype edhe banorët e fshatit. I rrethuar me bukuri ky fshat, është e veçantë e këtij fshati, ose veçantia e këtij fshati se ka shumë të ardhur nga fshatrat përreth. Por edhe një informacion që na tregoi vetë banori, ky fshat ka qenë me Piranën e Krushën e vogël edhe disa të tjerë përmendi që nuk po më kujtohen, edhe mos po dezinformoj diçka, e kemi intervistën. E keni ndëgju tashmë. Por që po m'bëhet qefi se kanë arrit me kriju, me bo një fshat shumë të lezetshëm, ondim ka harru krejt,
I ka 2 orë që se kom po kamerën me si. Aq që mësune para kamerës, sa që 1 minutë me mungu më duket që kur që sem të boheq. Nuk po, mja po dhe një me bukur. Ani po, mja shumë me bukur. Pra në këtë fshat, e vetëmja që nuk po më pëlqen është mirë mbajtja, ka mbeturina, vende, është në menaxhimin e komunës, si që ndëgjut edhe përgjigjet e banorëve që na japen. Komuna, çka t'ju them tjetër, delni, bëni vizita ka pak, shifni fshatrat, njerëzit duhen me jetu, me punu, pse me jetu në mbeturina? Nuk është fair. Kështu që ky fshat ka që i bukur, edhe duhet me mirë mbajt. Ojri është shumë i poster. Është fshat malor, kodrinëro malor, po jo krejt kodrinëro malor, ka dhe bjeshk. Është disi i përzir. E ka një pozit interesante geografike, për shëndetje miq. Veç t'ja o cako se ti. Kena po shpesh televizor. Faleminderit shumë. E kemba që ka ndodhë, shërim. Ka ndodhë me kërë, dishka po mirë ka pësu. Na falni, si jeni? Mirë. Qish po kaloni? Jeni banor të fshatit. Na jemi mështisht tani na. Mështisht? A kur të vijat jenë mështisht, veç përgatit një soqat, po t'i çmontojmë flijat. Veç qaka po bëj, faleminderit. Kingjin t'a prejmë. Faleminderit shumë. Kemi me kalu super bukur, veç jam të e prit një ditë kështu speciale në ardhë. Miru pofshim, faleminderit për respekti, mirë mbreqe. Po sa njerëz të mirë, këta nuk ishin pra banor, këta do i kemi në mushtesh, do jemi shumë shpejt atje, por nuk ju tregoj kur se në cilën ditë. Heq krejt, befasi, veç kur të më shojnë shatë shëtu usil. Po, kujdes. Po e pres një ditë, në fakt të ditë kanë qenë disi her me shi, her me diell, her edhe po du një ditë tamam të bukur, kështu që me kap fshatin prej ja deri në zhem, me që më duket është ma i madhi në komunën e Suharekës Mushtishti. Më duket që është kështu. Jam të e po restaurant të pishat. Te pishat, para se me shku të restaurant, se nuk mundem mos me hy edhe me pi diçka aty, une jam të e po një lapidar të ngritur këtë në fshat. Në fakt, krejt në fillim kemi bisedu për dëshmorët, cilët kanë ra janë gjithsej 2, nëse nuk gaboj, dhe 4 civil. Njëri ka qenë i fshatit Medvec, por që ka ra këtë. Kështu më thanë. Ju kërkoj ndjes nëse ndodh i ngatroj informacionet. Dëshmori kumbit si nan Thaçi, i vrar për gjatë vitit 1999, lavdi gjithë dëshmorve, cilët e kanë thonë jetën për lirin që ne sot e gëzojmë. Hajde po shkojmë me bismillah, po ja shohën sa bukur duket një restorant i lezetshëm brenda fshatit, e që banorët kanë se ku me ardhë, me u mbledh, me u bashku, me hongër ndonjë darkë familjare. Besa kur vinë mërgjimtarë të knoqen këtë, të ja krisë muhabetit. Hajde veç po i përshëndetëm, po i tregojmë që jemi me kamerë. Që këtë do të me konë pronori me që është kështë në levizje. Oj, zoti i shpis! Po s'po dhja je i zoti i shpis, a jeni vetëm punëtor, me kamerë jemi. Apo a? A di qka thash? Me siguri është pronori se, wow, qërja peshqit. Si e, a jeni? Dorontina, si jeni, a jeni mirë? Që jo? Që shumë presin me peshqit. Po, vallaj, Dorontin, që tash kena një u bon ka një kismet. Faleminderit. Po në prej peshkut vi. Natë katunit më të mira i kemi. Po, por që të shohën se si është përgatitja e tyne. A e boni pak ma ndryshe prej neve. Më ndryshe. Apo e dine nga vi. Duket që jeni prej Sogit. Të lumt. Edhe Nuk na pas ka i a më na i kemi bio. Sa bukur. Po, na i kena bio, se i zuna që tash, Oh, kënaq. nuk mojna në frizna. Sa bukur. Mirë jeni, mirë po e Mirë, spuna. mirë. Ju faleminderit. lumt komplimente për restorantin, o borin edhe gjithë shka në perfekcion. Po, po munomi me majtë. Shumë mirë. Që Unë- sa e keni Që restorantin? ofër një vit e gjysë, gati 2. Edhe puna mirë. Mirë, punoj me familje, me fëmi, Sa bukur. Shumë mirë. po munom. Po besoj që klient keni për rreth Mirë, edhe po, gjithandej ju po, vetëm nga gati fshat. këtë të fshatrat këtu, Sa bukur. porositin, me porosia, kemi, vim, Po.
Unë e thash edhe në kohën kur janë mërgjimtarët këto, e shtrajnejen. Po. A ka kush që i qënë? Jo valla se është ambient i bukur, edhe rrin kohë gjatë. Po dhe. Bëllëm ka njerë ka 2 peshë i porosit. E diun kur të vinë këtu nej, mas nej. Se tazi i zonën, po. Sa lezet që duke. Me porosi, kemi thrasën në telefon, Po. vajzat përgjigjen, dikush në ora 6, dikush në ora 7, Po dikush nësë në ora... kemi bo porosi, Po- e për neve. Po për ju e tash do t'ju shtim paren, pa. Faleminderit. Ishit shumë ikprica. Ju lumt. Po, Me të vërtetë më keni hamen. Shumë njerëz të mirë. fshati jo nuk on gjithmonë mirë pritsa. Po. Gjithmonë. Por unë nuk kam dëgju kur për këtë fshat, vetëm bost ftesave. Fshati jon ka qenë edhe para lufte, edhe gjatë lufte, edhe mas luftës ka kontribu për çdo sen. Ka dëshmor, ka martir, kemi pas ushtar, kemi pas gjitha. Kemi kontribu për fshat se kemi pas edhe serbë këto. Po. Nëse dini me më tregu që kur ekziston ky fshat, se më thanë që keni qenë bashkë me Pironën, me Krushën e Vogël. Po, kemi qenë, ajo kohë ka qenë, kemi kry shkollën në Piron, unë për veti kam qenë pe klasës 4 dhe në klasën e 8, kam kry shkollën në Piron. Po. Edhe tana paralelet janë nda, kemi bon shkollën tonë, e kemi ngjitë emrin e dëshmorit. Si na në tha që rrugët janë të dëshmorëve, janë të luftetarëve, janë të komandanta, si që e kemi Hisen Destanin Migja. Po. Ai Migja ka në komandant, edhe tash e ka rrugën e qendrën e fshatit. Të na kemi Samit Kastriotin, që ra në Kumanov. Megjithse ai Samit Destani, po e ka pas ndrunë në mbi emrin, kushëri i Joni. Fshati ka qenë gjithë i përbashkët, edhe gjithë janë kont lidhën. Po u vrejt. E kam vrejt që në fillim. Nuk kemi pas kur nga tresa, që si Belaja, që si Këqia, nuk kemi pasën për jashtim që ka ndodhë në ekces i vogël, në diçka, po... Po ju diçka e modhe Jo, ashtu. jo, fshati jo shumë i lidhër. Shumë është i lidhër. Si deka, si darsma, si ahengjit, pa mërë parasysh që kemë për vjetore sene, i bëjmë këtë gjithë fshatri. Unë e ditë ju them ishit shembull për gjithë, edhe ma shumë asë një fjallë, veç pikin po jashes. S'ki qka? Fshati jo është mbi gjitha shumë në rregull. Ka punëtorë, punojnë bujqësinë, punojnë gjithat punojnë. Unë e kam këtë restorantin këtu, punoj me familje, me fëmijë. Ja u kom mundësu me bon fëmija me punu pak me ase, mes me dalë jashtë, mes me ase, se po na ikin dritë. Familje, ideja shumë e qëllume edhe ju lumt me i pas familjen këto ofër, me kontribu për vendin, familjen, s'ka ma mirë. A kini qef mrena jashtë me pika një kafe, kështu si... Se unë do t'ja bëj ka një peshk Po njëherë. nësë mrena si jashtë e kom pëshatin edhe pak. Ani, do t'ja qejo në këta edhe mas një gjysore. Po thu me ordë me Po ure 30 minuta e keni, po ka një peshk. Nuk keni ku me shku pa e hongër ka një peshk. Kështu është, se fshati jonë është Ja. zojës, për dhe zoja i kanë thonë ma. Unë e kom thonë këtë fillim, më ka ra me bisedu shumë me gjinin femrore. Pasha i kam bete emrin base këtë qenë keni zojat gjitha. Tana më kanë folë, më kanë përshëndet. Nuk e disha thash origjinin e emrit, a është për këta. Po për një me ishët zotni krejt. Po. Valloj edhe ne kemi me, shka thonaj me t'nina, dhe zoja, se ne jemi për një fshatit të tardhër këtu. Para ka 20 vite rafër. E tash, unë publikisht po e them nëse dëni me ardhë me u knosh, me familje dhe me ju prit mirë. Po. Edhe mos mi u lëshu, zdi so, hajdeni këtu në këtë fshat, ma mirë zdi. Mirë se vinë. Tani vini këtu e hani një Po, pesh për Po, kemi gjitha senet lojet e mishrave që bo, po pleskavica, këto i mojmë gjitha, po peshken e kena ma prioritet. Specialitet Po. kështu. Ne po ikum, po e vazhdojmë edhe një pjesë të fshatit, se veç shkarrimi ma shumë, na bje tensioni. Jo, ju shkoni kryne edhe mas 30 minuta, eventualisht 20 minuta e ka një peshk pi namen fshatit. Do t'ja u bëj një respekt, edhe si gazetare, edhe si profesionaliste, shumë faleminderit. Faleminderit juve, shifemi pas pak, Faleminderit. do po ja u kthej, knaci.
Hajde, Ondi, se kjo ka një herën pesh që tash Ko shumë një kish? Po e ka vroni kome. Mo t'joli, o bukurush i vogël, ani qeve shvit për qofi pak. A dhe tipën për cilla. Thojnë kur dojnë fëmija dhe plash dije që je të boq atëherë diçka të mirë. Ku je bukurosh? A je mirë? Apo të dhem koma? Jo pak. Sa i bukur. Kujna i kënë gjo, momit a bobit? Bobi ta Ka shumë. dojt pas kanë gjo. Mashallah. Inshallah. Edhe një shtyllë dhe futbollit pra i ka rani. Tash më se ka thy se... Ma shumë me trytëneta, po dhe na ka me trytënet. E ka trytënetin po jo, në shkollë ka lëndu pak edhe. E ko për mos me ndërprit Po, rutinetin. sigurisht. Ani bukurosh na dëshirojmë shërimat shpejt edhe mu kthy në shkollë me lodrat e tua, lojrat me shok. Hajt për qofi. Sa i mirë. Na po ikom. Heq, më së mje puj. Jo se s'mëj me majtë në gjirim, se dhe s'jem për me pi. Se nuk më vje keq. Po e vazhdojmë edhe pjesën që na kam mit edhe kthehemi. Po e kam përfunduar pjesë të lapidori. Kthehemi tani. Zrendim, mas 20 minutave keni gati. Faleminderit shumë. Qështu, hajde Respekt. U pafshim. Nuk e di si është puna këtyne njerëzve kaq doshtëm, njerëz shumë të kulturum. Me të vërtet ishin shembull, fshati është shembull për gjithë neve. Kështu pra kur të vjen mysafiri pritet për atë dhe njëm si popull, apo ju Ondi? Veç e ka mashtru vetën të thonë, edhe unë po ju përshëndeti. Që kja më gënë gjithë ditën, a? Faleminderit shumë, me tu afru, thu pse mu afru, atë afrona vesh t'ja u zgjati dorën. Si jeni, a i Si e mirë? mirë. Me një mua njerë si jam pak i trullafshë me emnin. Dorën ti. A, po një me dojnë. Si jeni, a i mirë? Si jeni, a i mirë? Juve nuk ju folja se më të qësh mund të pak Pi rrugës edhe na. Si jeni, a i mirë, që po kaloni? Bërgjimtar jeni, apo? Po. Keni orën Që pushime, se a? erdhëm që tash, po. Po, a? Po me pi rrugës veç i ram trup mi po që të fshata. Qertë, si keni orë prej... Cilit shtat jeni? Pi Zvicrës. Prej Zvicrës e në Dorontine në takut. Unë e shkoj në punë, kur të vi pi punës, më i grubre, veç me Dorontine, tanë ditën. Shqyqyr që nuk është e kondërta, Jo, se jo. tani të kësh bërtit, Jo, vjeti jo. kësh qitë met. Bile dje u konë emisionin në shatin Shirok. Po? E ki pyet një njerën qysh po kalon e sa banor si. Bash dje kom përcjell edhe unë kur erdha pi punës. Është gruja po më përcjell ka ma shumë, këta e pas na Non-stop. shoqe. Non stop. Edhe këta marrin e përtjellën. Vish mund thënë që ditën për ngon. Veç klikime po mbeshe sa dush. Ju faleminderit, ju përshëndes. Shumë emisioni mirë, vazhdo kështu. Shumë i Faleminderit, po mirë. mundohemi mas shumë ti për juve Sjelljet mërgjimtarve. i ki shumë të mira. Po mundohemi. Sjelljet i ki e brutal të mira. Plumt. Shumë mirë edhe bash, jo me rrit mendra si tamam qysh duhet me pas insan njeri. Modeste. Modeste, Para shumë zonë të modeste. këtë jemi të njëjtë. Qashtu. Mu bo shumë qefi që ju takova, ishte shumë knaci, faleminderit, ju dëshiroj Kaloni pushime mirë. të bukura, e shijoj në çdo moment. Duhet, i kemi bo do plane ka keme shku kisme. Kënaqeni. Miru pofshim. Hajde mirë po, Shkrat kaloni mirë. mirë. Edhe juve. Po më shkeli tash në fund. Haj gore. Hajde, vazhdoni. Hajde kaloni bukur, miru pofshim. Po sa njerëz të mirë që janë. Çfarë publiku kemi? Faleminderit, respekt. Kam betë të thonë faleminderit, po nuk kam çore pa thonë. Jemi drejt objektit të shkollës këtu në fshatin Zojz. Jam të e pa dhe një tjetër market. Edhe një tjetër market, edhe një rrugic tjetër andej. Ma e fortja i gazetore. Faleminderit, ta cako. Qysh je? Mirë, si A jeni je mirë, mirë? jeni Kajt mirë. ka pak. Apo lodhni Ka ç'po pak, kaloni? vallaj, ka pak. Jeni kështu. banor apo mërgjimtar? Ja, banor jemi këtu. A, ju lumt, nuk e pas këtë shumë fshatin. Pa tjetër. Fshati për ndryshe ka me dalë super fantastik. Fal juve, na keni prit shumë mirë. Faleminderit edhe për Respekt. juve. Miru pofshim. Kofër në sana. O, kreti, o qërë njerës po më pikon të pi. Faleminderit shumë, miru pofshim. Po sa njerës që dashtëm janë, o, zot. Dy porka? Dy borka, që dy borka? Dy borka nuk po të kry kam punë, përshëndetje. Nuk po të kry kam punë dy borka këtë, me që kujdes, hajde shpejt.
Këtë do të me pas shumë borka. Me të vërtet, ju falenderoj special. Ka e të thirrë. Ju falenderoj për zëmërsisht, ai cili e ka marrë, apo ai ose nuk më kujtohet që e ka marrë iniciativën, e më ka shkru me ardhën këtë fshat. Me të vërtet jemi 100% kënaqëm, stër kënaqëm me pritjen që na e kanë bërë me fshatin kaq të bukur. Respekt. Kush më thirrë? Po, se jam habit mas fëmijëve, se i bukur është objekti i shkollës i cili e mban emrin Sinan Thaçi, pra siç më tregun në emër të dëshmorit që ka rënë në këtë fshat. Shkolla është fillore, veç të lexohet njëra është edhe e mesme. Jo, është vetëm shkolla fillore dhe mesme ul, pra deri në klasën e 9. Apo kalojmë për pjesën e fundit, se na ka dal dokumentar. Po kështu e kam fshatrat e mdhaja, gjigante, fshatrat e mira, njerëzit mikprica. Përshëndetja, shtëpia juve, si jeni? Që na s'dy që sajdi, nëse njëm fshatin. Po nëse, po më duket, edhe që të më thojnë që jem gazetarës. E shka intervist? Po intervista e gjirime, po mje fshatje, kështu me radhë. Aha, mirë shumë. Po jo, ma mirë zban. Jo, ma mirë s'ka. A jeni banor të fshatit? Po, Që shpo kaloni? mirë shumë. Që është jetesa në fshat? Ma mirë si qytet, valla. Po, a? Po, type. Qa po punoni, qa po boni? Po punojmë qështu ka pak në tërtimtari, ka pak me bujësie qështu. Për ndryshe fshati ishte i bukur dhe njerëzit ishte fantastik. Njerëz ma të mirë që të në rreth si ki. Pasha zote shumë të mirë, shumë të lumt, shumë të respektum. Krejt fshatat vim pi kafe këtu të na. Ata për veni me pi një kafe. Po, ma, esi qëtu. Po nuk kemi ku i ndëru me Se? shumë knaci, jemi shumë vonë, kemi ende me marrë pamjet fshatit, me knaci. A na bën halal. Po, ma, s'ka problem. Faleminderit, Qenin të interesur me pika një kafe, hajde, me keni shumë ku. knaci. Me si keni orë që tu krejt fshatat pin kafe të na, edhe ju pinin. Hajtë se këshyrom diçka kur ti përfundojmë Hajde, se... po, shtu por jem na. Në rregull, Kalofshit do na kënej mirë. pori jemi. Hajde. Miru pofshim. Hajde, me të mirë. Faleminderit. Miru pofshim. E bitisëm edhe fshatin Zojs, propanesh tabela që na çon drejt fshatit Medvec. Nga këtu pra përfundon fshati. Në Medvec me dëshirë kishëm shku edhe një herë atë zhbukur pa të më kalu. Faleminderit fshatit banorëve, faleminderit ju shikues, ne takohemi në fshatin e radhës. Deri atëherë mirë mbetshi!